SPAK përfundon hetimet dhe dërgon në gjykatën e posaçme çështjen ndaj grupit të strukturuar kriminal të drejtuar nga Leher Taxhiu. Gjatë këtyre hetimeve janë identifikuar dhe 13 ngjarje kriminale që grupi i drejtuar nga Taxhiu ndërmori ndër vite ndaj personave që konsideroheshin si anëtar të grupit kriminal kundërshtar, i cili në atë kohë drejtohej nga Aldo Bare. Vrasjet dhe krimet u morën në shenjë akmarrje për vrasjen e kushëririt të tij, djalit të Xhaxhait, Klodiana Xhiut, dhe pas arrestimit të 2 miqve të tij, Anterio Kaloshi dhe Orges Bilbili. Leher Taxhiu, organizator dhe drejtuesi i këtij grupi të strukturuar kriminal, e nisi kryerjen e akteve kriminale në shenjë akmarrje për vrasjen e kushëririt të tij, djalit të Xhaxhait, Klodiana Xhiut, dhe pas arrestimit të 2 miqve të tij. I drejtuar dhe organizuar për ti, grupi kriminal ndërmori akte konkrete kriminale për vrasjen e personave që konsideroheshin si anëtar të grupit kriminal kundërshtar, i cili në atë kohë drejtohej nga Aldo Bare. Aktet kriminale të këtij grupi të strukturuar nuk synuan vetëm jetën dhe shëndetin e kundërshtarëve, por dhe shkatrimin e pronës përmes përdërimit të lëndëve shpërthyese apo kryerjen e akteve të vjedhjes me përdorimin e armëve. Përveç vrasjeve të Çayup Selimit dhe Albi Dionist Bashaliut, të gjitha krimet e tjera janë organizuar dhe kryer në shenjë akmarrje dhe për të njëjtat motive, informon SPAK. Bazuar në aktet e hetimit, arrihet në konkluzionin se aktiviteti kriminal i këtij grupi të strukturuar është i shtrirë nga muaji prill i vitit 2021 deri në muajin maj të vitit 2023, kur drejtuesi dhe organizatori i tij, Leher Taxhiu, u arrestua në Greqi ndërsa u ekstradua nga shteti helen në korrikun e vitit 2024.